Paramendoj e nderuar kur një grua e një dëshmori ka ra për lirin ton dhe ajo grua e ati dëshmori nga Parlamenti i Kosovës, punëtore teknike, është flak nga puna pse ka kërkuar, ka pas pagën 275 euro dhe i kemi kërkuar na 350 euro. Dhe në 14 punëtor janë larguar për shkak të kërkesës tyre ligjore. Domthon ky ligj është aprovuar në Parlament të Kosovës, pikërisht nga Parlamenti i Kosovës është larguar gruaja e cila burri i saj ka dhënë jetën për lirinë që ne e gëzojmë. Domthon kur i sheh këto padrejti, me të vërtetë është diçka për të çmendur. Dhe është shumë normal që nga njerë edhe ne nuk mund të jemi monitorues vetë sepse shohmi gjithçka. Ajo grua jeton me qira, ajo grua e ka vetëm një vajzë, ajo vajza është në fakultet të mjekësisë dhe fare nuk i kemi problem na që ku mund të jetë më kjo grua që faktikisht më mburr me të edhe më thonë falni, ju i nisi keni ngjarjen, shkoni në shtëpi dhe ta financojmë ashtu si duhet, çka duhet, por edhe kësaj i ndërpresmi bukën dhe e lëm e flakim në rrugë. Para mendo përsëris për herën e dytë. Është grua e vetme me një çik, është grua që jeton në një shtëpi me qira dhe është grua të cilën Parlamenti i Kosovës me mekanizmat e vet e ka qit jashtë oborrit të kuvendit pas 78 ditësh grevë. Shumë e dhimbshme, katastrofale, më thonë e pa logjikshme, qysh krejt këtë navë luftën, halo e kemi të freskët, edhe unë personalisht mendoj që krejt e kanë atë frikën qysh po vinë gjeneratat edhe mos rastisht ajo histori ka me ardhë duke u zbe, po na të gjallët e historisë, dhe më thonë po e bojnë qëta, e s'po guxoj me paramendu çka tutje. Paramendojni që unë veç sa mora një informacion që tani normal e mora informacionin që kemi punëtor në Prishtinë që punojnë që 9 muaj dhe nuk marrin pagë. Që 9 muaj nuk marrin pagë. Nuk do ta zbuloj sepse kam për obligim që pronarit të kompanisë të tyne punëtorëve ti tërheq vërejtjen dhe t'jap një afat prej 10 ditësh që t'i bëj pagesat të këtyne punëtorëve. Paramendojeni, kjo ka mujt me ndodhë vetëm në periudhën 90-99. Nëse i thu dikujt që punëtori punon për 9 muaj ditë dhe nuk e merr as i cent, unë e di që ndoshta shiques të juaj kanë me thonë në kadar se ky diçka s'te ka në rregull. Por informacionin para një ore e morra që disa dhjetra punëtor punojnë që nga qershori i vitit shtatori i vitit kalum dhe deri më sot nuk kanë marrë asnjë pagë. Më thonë, këta janë 10 punëtor që janë individ, po secili e ka një familje mbrapa. Më thonë që i bjen qindra. Një familje po mbahet një farforme. Megjithatë, unë nga një herë flas kështu, po flas në gjuhën shumë të unifikuar me prej zemrës plast, ju thash ju kisha myt krejt. Se s'jeni anku? Ju kisha myt krejt për 9 muaj ditë. Për 9 muaj ditë ti bëjsh dikuj shërbim dhe spakut dhe a di çka më thanë. Me shpresë se do të na japin muajin tjetër dhe po frigohemi se po na largojnë nga puna.